Festimet për 7 vjetorin e çlirimit dhe shfaqja e portreteve të diktatorit Hoxha ka sjellë reagimin kritik të ish të burgosurve dhe të përndjekurve politik. Nga Shkodra, një prej tyre, Besim Drejgjoni, ka akuzuar maxhorancën se po feston një datë që vendi i solli diktaturën më të egër në Evropë. Qeveria shqiptare, me papërgjeshmërinë që e karakterizon, nxori vendimin për të përkujtuar 70 vjetorin e të ashtu quajtur çlirim dhe kremtimin e saj me datën 29 nëntor. Drejgjoni nuk ka harruar të rikujtojë maxhorancës pasojat që regjimi komunist i la Shqipërisë. Qeveria shqiptare përballet me një revansh diskriminuese urrëtie në përkujtimin e një date që Shqipërinë dhe shqiptarët i shputin nga Europa, nga demokracia euroatlantike dhe i shkaktoi popullit shqiptar një genocid njerëzor me humbje jetësh njerëzore. Diktatura njerëzore që udhëhoqi vendin për 45 vjet, la pas pasoja të rënda, ku të paktën 5037 burra e 450 gra u ekzekutuan. 27.788 burra dhe 7.367 gra u dënuar me burgosje politike, ndërkohë që shifrat e internimeve janë të panumërta.